Sistemi ynë diellor, planetet. Që janë planetet? Tu kemi sistemin tonë diellor dhe planetet që qarkullojnë rreth diellit, por dhe rrotullohen rreth vetes tyre. Pra planetet qarkullojnë në orbita rreth diellit dhe rrotullohen rreth vetes së tyre. Që janë planetet? Dhe si janë përsëri dhe planetet janë Mërkuri, Afrodita, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Po të dallojmë midis Jupiteri dhe Marsit, pra midis Marsit dhe Jupiterit, kemi brezin e asteroidëve. Brezin e asteroidëve midis Marsit dhe Jupiterit. Planetet janë trupa të mëdhenj në formë sferike, që qarkullojnë rreth diellit dhe që nuk kanë dritën e tyre. Pra nuk janë yje që të kenë dritën në tërësinë e tyre, por ato thjesht reflektojnë apo pasqyrojnë ndriçimin nga dielli. Cilët janë planetet e sistemit diellor? Atëherë planeti i parë është Uri, planeti i dytë Ditha, planeti i tretë Toka, planeti i katërt Mars, planeti i pestë më i madh Jupiteri, planeti i gjashtë me më shumë me unasa dhe me më shumë satelit. Saturni. Planeti tjetër pas ardhës është Urani dhe i fundit Neptuni. Urani dhe Neptuni janë të gaz, por kanë ngrirë gazin për shkak të temperaturave dhe kanë tek të ngjyrë. Të gaz janë dhe Jupiteri dhe Saturni, por nuk e ngrirje si në rastin e planetëve të tjerë. Kurse katër planetet parë janë shkëmbor, pra shkëmbor të gaz të akullt. Shkëmbor të katër, 2 të gaz dhe 2 gazet kanë ngrirë dhe janë të akullt. Po t'i dallojmë një planet më të vegël, po t'i dallojmë një planet më të mëdhenj. Jashtëkombor mund mendohet që për thama këtyre shkëmbore, por kryesisht dominohen nga gaz. Ç'është orbita? Orbita është rruga që qarkullon një planet rreth diellit. Pra rruga që përshkron çdo planet rreth diellit quhet orbitë. Planetet klasifikohen në planet të brendshëm ose shkëmbor, i thamë pak më parë që janë më të vegël, dhe planet të jashtëm, të cilët janë të gaz dhe të akullt, po janë më të mëdhenj ose njihen si gigantë. Janë disa nga veçoritë e planeteve. Atëherë, kaku i rrotullimit rreth vetes, Mërkuri, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni dhe Neptuni kanë në të kundërt të akrepave Torës. Kurse në drejtim të akrepave Torës ka Afrodita dhe Urani. Pse? Dohet se ato kanë orbitë të devijuar, pra një poshtë të devijuar. Largësia e njësia astronomike, pra nga dielli, 0,39 njësi Uri, një Toka, pra largësia të diellit, dhe sa vijnë dhe tek Neptuni kalojnë 30 njësi astronomike. Qarkullimi rreth diellit 0,2 vite toksor, 1 vit toksor, pra 365 ditë. 2 me radhë 164 vite toksor. Nëse Toka bën qarkullimin për 365 ditë, atë Neptuni bën për 164 vite, pra 164 herë 365 ditë toksor. Shpejtësia e lëvizjes në orbitë 27,35, 29,24 dhe sa vjen pak sot. Pra shpejtësia në cilën ato lëvizin në orbitë, pra që qarkullojnë. Rrotullimi rreth vetes, atëherë 58,6, 223, 1, pra rrotullimi rreth vetes 1, dhe pastaj 1,2, 0,4, 0,4, 0,6, pra rrotullohen rreth vetes më shpejt planetet e jashtëm. Dhe prandaj me ta është pak më vështirë që të fotografosh.
Kalojmë tek rrezikë e tokës. 0,4 Merkuri, 0,1 pra marrim bazë rrezikë e tokës dhe vazhdojmë 0,5 Marsi që është më i vogël, 11 planeti më i madh, 9,4 4 dhe 3,1. Pra 11 është planeti më i madh, Jupiteri. Vazhdojmë me masa e tokës, nëse masa e tokës është 1, atë shikojmë që masa e planetit të jashtëm është më shumë. Atëherë, kalojmë tek dëndësia. Jashtëmbor dhe janë më dendur, janë të gaz dhe janë pak të dendur. Numri satelitëve, tani këtu të dhënat ndryshojnë nga vit në vit, sepse statistikat ndryshojnë, por dimë që Merkuri dhe Afrodita nuk kanë, toka nuk kanë. Një satelit, Marsi ka 2, kurse Jupiteri, Saturni, Urani dhe Netuni kanë shumë satelit, më shumë ka Saturni. Por ky numër sa vjen dhe shkruhet se teknologjia avancon dhe zbulumet nxjerrin numër gjithmonë ngjarritje të planetit. Planetët, toka është një njësi astronomike, Neptuni 30 njësi astronomike, por keni dhe planetët e vegjël ose nanoplanetet ose planetët gjugj, i cili është Plutoni, Haumea, Makemake, Eris, cilët variojnë nga 31,5 njësi astronomike deri në 68 njësi astronomike, pra janë planetët e vegjël, planetët gjugj. Kalojmë te planetët tokësorë, masa për masa të vogla, dëndësia është e madhe ose është shkëmbor, bërthama është metal, kurse më tepri, pra pjesa më e sipërme, ka shkëmbim. Rrotullohen më ngadalë rreth vetes. Thuajse e kundërta është planetët e jashtëm qarkullohen më shpejt rreth vetes. Qarkullojnë shpejt në orbitë, se planetët e gazit të akut qarkullojnë në orbitë. Kanë gjatësi orbite të shkurtër, të tjerë, pak ose as pak satelit, shumë satelit, planetët e jashtëm ose të gazit të akut. Vazhdojmë planetët gazit të akut, masa për masa të mëdha, dëndësia është e vogël, shtypje molekulare, shkak sepse është gaz. Rrotullohen më shpejt rreth vetes, pra rreth vetes tyre. Qarkullojnë më ngadalë në orbitë, kanë gjatësi orbite më të madhe, pra një rrugë shumë e gjatë për të shkuar orbitën e tyre, kanë shumë satelit, kanë NASA dhe atmosferë dhe rrash. Shikojmë pak disa veçori të përgjithshme përsëri. Merkuri është shumë nxehtë, por është shumë ftohtë. Për shkak të mungesës së atmosferës. Pra, ana e cila ndriçohet nga dielli dhe ngrohet nga dielli është shumë e nxehtë, ana tjetër është shumë e ftohtë. Afrodita ose Venusi është gjithmonë nxehtë, sepse ka një atmosferë të trashë të dioksidit të karbonit, i cili më të mundur mos lejimin e nxehtësisë së darkë. Pra edhe ne themi që në tokë, po shtohet dioksidi i karbonit dhe kemi efektin serra, nxehtësinë e tokës. Ky rast na tregohet si një shembull për ta kuptuar më mirë se çfarë do ndodh në tokë në rast se vazhdon të nxehet toka, por është dioksidi i karbonit i lartë në Venus, pra në Afroditë, që bën që ajo të jetë më nxehtë dhe se Merkuri që është më afër diellit. Në tokë, temperaturat janë disi mesatare sepse lejojnë edhe jetesën pa dioksid karbonit në atmosferë. Kurse Marsi ka një atmosferë, pra është ftohtë, por ka një atmosferë të hollë. Pra është ftohtë dhe një atmosferë të hollë. Vazhdojmë në radhë. Planetët kalojnë me Merkurin pa atmosferë dhe pa satelit, rrotullimi 60 ditë toksore dhe qarkullimi 90 ditë. Do të rrotullohet rreth vetes për 60 ditë dhe qarkullon për 90 ditë rreth diellit. Ka shumë ekur, ka kratere meteorore, për shkak të mungesës së atmosferës, ka shumë kratere janë ku i dallojnë. Pra, meteorët godasin dhe krijojnë gropa të fuqishme. Temperatura sipërfaqësore varion nga 430 gradë Celsius në pjesën e ndriçuar nga dielli deri në minus 170 gradë në pjesën e pandriçuar nga dielli. Afrodita ose Venusi, planeti më afër diellit dhe besi për madhësi. Temperaturat 470 gradë Celsius për shumë nxehtë. Shumë dioksid i karbonit, 97% e atmosferës, si ti që është atmosferë dense përse, është dioksid i karbonit. Dita dhe nata ka një veçori. Ditë nata është 243 ditë,
kurse viti është 225 ditë sot. Pra, shikojmë që Afrodita rrotullohet rreth vetes për 223 ditë, kurse qarkullon rreth diellit për 225 ditë. Pra, ka ditë-natë më të gjatë se sa viti. Ndërka në tokë, do të ka dhe diferenca të mëdha, nuk ka fushë magnetike për shkak të rrotullimit të saj ngadalë. Pra, rrotullohet ngadalë rreth vetes së saj dhe nuk krijon fushë magnetike. Kalojmë tokën, atëherë largësia e tokës nga dielli nuk është e njëjtë gjatë gjithë vitit. Largësia më e afërt njihet si periheli, kurse largësia më e madhe njihet si aferi. Zakonisht perihelin e kemi, pra perihelin e kemi gjatë dimrit, kurse aferin, pra largësinë më të madhe, kemi gjatë verës. Pra, në do të thotë temperatura që lidhet drejt për drejt të, sepse po flasim, jo vetëm për hemisferën veriore apo jugore, po flasim në totalin të gjithë tokë. Cili ishte kapu i qarkullimit nga perëndimi drejt lindjes. Planetet Marsi që planeti 4 nga dielli për nga largësia dhe 7 për masinë e tij. 95% dioksid karboni, por ka pak se ndryshe nga Afrodita. Pra ka një atmosferë të hollë. Afrodita që 96%, por një atmosferë të trashë. Në Mars kemi temperatura mesatare -5 gradë, por ajo ndryshon nga -100 dhe në +100 në varësi të faqes që i drejtohet diellit. Kemi strohi erash, kemi kraterë meteorit, për shkak të mungesës së atmosferës. Toka ka temperaturë mesatare +15 gradë Celsius, kurse Marsi -5 gradë Celsius. I themi këto fakte për gjithë ata që mendojnë që a mund të jetohet në Mars. Njihet ndryshe si planeti i ujë, për shkak të përmbajtjes së hekullit. Ka edhe 2 satelitë, Phobos dhe Deimos. Në Mars është edhe mali më i lartë i sistemit tonë diellor. Pra mali Olympus i krahasohet me Francën rreth 25.000 metër lartësi dhe diametër base rreth 500. Më i lartë se Everesti, më i lartë se Hawaii, po ta marrim nga thellësia e Tetit. Jupiteri është planeti 5 nga dielli dhe më i madh nga të gjithë të tjerët. Jupiteri është 1360 herë më i madh se Toka, është i shëndetshëm, të çon, shumë, planeti më i shpejt në rrotullim rreth vetes, dhe prandaj të fotografohet në fshesi. Ka shtypje të madhe polare, për shkak të rrotullimit të lartë, por të gjendjes së gazit. Çliron 2 fish energjinë e marrë nga dielli. Do thotë, nëse merr një njësi energjinë e diellit, aq çliron 2 fishin e saj. Ka temperatura të ulta -140 gradë Celsius për shkak të lartësisë nga dielli. Atmosfera është dendur sepse përbëhet nga gaze, kryesisht hidrogjenit dhe heliumi. Ka fushë magnetike më të fuqishme se në Tokës. Sepse ka edhe rrotullim shumë shpejt se Toka. Ka gravitet të lartë. Ka dhe NASA në kolla si Saturni. Saturni planeti 6 nga dielli dhe i dyti për ndërmjetësia. Në mitologjin romake Saturni është zoti i bujqësisë. Brenda tij mund të kesh 755 toka brenda tij. Ka NASA të fuqishme, të cilët janë të përbërë nga gaz. Urani, planeti 7, ka kërësi shumë të madhe në poshtë. Kjo e bën që kahu i rrotullimit mos tjetë kundër orar, por tjetë orar bashkë me cilin planet me Afrodit. Ka një atmosferë të dendur, temperatura është -185 gradë Celsius, metani është i shumë dhe përsa të ngjyrën e tij. Dhe kalojmë te Urani. Atëherë, shikojmë që edhe Urani ka këto unasa të tij të vogla dhe kemi lëvizjen e tij, qarkullimin e tij nga perëndimi drejt lindjes. Pra tjetër gjë
qarkullimi, kemi dhe unazat që ka ai ngjyra vjen dhe nga përmbajtja e metanit dhe nga urtësimi i gazit. Neptuni për planetin 8 nga dielli temperatura është -200 gradë Celsius. Pra, është më i ftohtë. Ka 27 satelitë, mendohet që ka më shumë sepse zbulimet e reja përbëhen nga hidrogeni, heliumi dhe nga metani. Atëherë të kthejmë diçka në vëmendje që jemi tek urani, kështu, metani shumë, përcaktojmë ngjyrën e tij, por metan kemi edhe në Neptun. Ai i cili rrotullohej në krah kundër, pra ishte Urani. Ashtu si dhe Afrodita. Temperaturat ndryshojnë. Po të shikojmë, temperaturat sa i ftohen, patjetër që kemi Afroditën në nxehtër, Merkurin, si dhe Toka, dhe fillon ftohja, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani, sipas galaksisë. Po shikojmë që Afrodita, edhe pse nuk është më afër diellit, është më e nxehtë për shkak të dioksidit të karbonit.